Peizazhi i mbrojtur Lumi Buna Velipoj është përzgjedhur si zonë pilot për zbatimin e një modeli të ri evropian të menaxhimit bregdetar. Projekti Coastrast, i financuar nga Bashkimi Evropian përmes programit Interreg Euromed, synon vendosjen e një strategjie të re për kujdestarinë mjedisore bregdetare. Në Shkodër, përfaqësues të institucioneve vendore, ekspertë të mjedisit dhe grupe interesi u mblodhen për të diskutuar konkretisht mënyrën se si kjo strategji do të zbatohet në terren. Ekspertët theksojnë se përzgjedhja e zonës nuk është rastësore, pasi biodiversiteti i pasur i këtij territori përballet prej vitesh me presione të vazhdueshme nga aktivitetet njerëzore. Peshkimi i ndaluar dhe mbi peshkimi në zonën e Bunës dhe zonën bregdetare kanë dëmtuar rezervën peshkore dhe tani janë vetë peshkatarët që në një farë mënyrë ndjejnë këtë zvoglim të sasisë peshkut që kapi. Pra këto janë probleme që lidhen si me pjesën toksore dhe pjesën ujore, të cilat na bëjnë neve që ta shohim të zonë si të veçantë. Projekti synon të krijojë një model bashkëpunimi mes pushtetit vendor, institucioneve përgjegjëse dhe komunitetit lokal, me qëllim menaxhim më të qëndrueshëm të burimeve dhe mbrojtjen afatgjatë të kësaj pasurie natyrore. Të gjithë bashkë jemi duke promovuar një model të ri kujdestarie për zonën bregdetare për të vazhduar më tej me aktivitete konkrete që zbatohen në terren në bazë të projektit, ku do të mbështeten si grupet e ndryshme të interesit, si peshkatarët apo turizmi, por edhe rregullimi dhe pastrimi i zonës Velipojës për të pritur një sezon turistik sa më të mirë. Zona e mbrojtur Lumi Buna Velipoj, si pjesë e rajonit mesdhetar, përfaqëson një pasuri të jashtëzakonshme biodiversiteti, por njëkohësisht është e ekspozuar ndaj shfrytëzimit të tepërt të burimeve nga aktivitetet njerëzore që po çojnë drejt degradimit të ekosistemeve.